kur doli dhe tha s'jam. Jo, vendosi, mund mos jem dhe do jem listë hapur, ama e blindoi veten. Që të qajnë njerëzit rreth rrotullit që amanti na duhesh, ti luten, bëhet lutur nga njëri krah. Nuk lutet njëri në fakt, nuk dëgjova njëri të lutej. Po jo, po ti je e bindur që i pëlqen ai, duhet bënte lajmi duhet të jetë gjithmonë vetëm rreth vetes tij, me radhë ka arsye nga sa doni. Unë nuk jam njëri që merrem me fjalët, unë merrem me faktet. Ku e vendosi veten? Kaq. E vendosi dikush tjetër dhe s'donte ky? Apo vendosi ky? Kaq. Ky është fakt. Vendosi dhe mbrojti veten e vet. Po të kishte pas kurajë, dilte aty. Listë hap. Gati ishte, besoj që gjithsesi do ta kishin votuar socialistët, mendoj unë, apo kjo Afrika nga socialistë. Se kjo është pyetja. Nuk e di, përderisa është në Tiranë, dhe duke ditur që votën e Tiranës e ka kontrolluar rregullisht Erion Veliaj, megjithëse bashkinë tashmë drejton e Tirana, po për sa kohë kemi një fakt para syve, është e kotë që të merrem me fjalët që thot ai përpara. Fakti është ky. Fjalët përpara u than për të legjitimuar atë krahasitjen që i bëri grupi parlamentar. Këtu duhet të dalë. Eksakt. Pra, vim tek listat e PS-s. Nuk e kanë vendosur që do jem apo jo, domethënë kurse kanë vendosur por i nxori jashtë lexove listat e PS-s. Më ndihmoi Elkeri her pas here në ekran të shfaqen listat, pjesa e po themin e mbrojtur e listave dhe sigurisht më pas listat e hapura. Si e ke lexuar listën e PS-s, Klodi? Për Tiranën flasim apo për gjithë Shqipërinë? Filloj me Tiranën dhe pastaj po aty ka marr të paktën te pjesa e mbyllur janë disa kandidatë të cilët duke sikur janë marrë në mbrojtje sepse janë të ekspozuar kanë time pra në SPAK. Përmend tu zonjën Manastirliu e cila ka qenë e kallëzuar edhe për tenderat sekret të pandemisë gjatë kohës që drejtonte Ministrinë e Shëndetësisë. Kemi zotin Tauland Balla i cili është akuzuar të paktën se del në përgjimit e s'ka enkroqat dhe është edhe historia pasaj e dosjes famshme Toyota Yaris. Ndërkohë që pjesa tjetër është më duket si një listë nga ato që Rama ka qef t'i bëj shpesh, pra fut disa njerëz aty, përgjithsisht tenton të bëj një ekip me vajza për t'i dhënë publik, me gra për t'i dhënë publikut atë përshtypjen që janë ne jemi partia. Dhe ka quar në thertore të gjithë po themi ata që kanë qenë figurat qendrore të Partisë Socialiste. Pra nuk ka me Partisë Socialiste. Nuk ka me Partisë Socialiste, po ta shikosh aty shumica ke një numër shumë madh të cilët janë figurat që janë afruar së fundmi në Partinë Socialiste, duke nisur nga ministri i jashtëm, por kemi dhe figurat tjera të cilat janë afrime të fundit dhe nuk janë ajo Partia Socialiste tradicionale që ka qenë gjithmonë. Ata tashmë kanë dalë, janë edhe në listë hapur dhe sipas të gjitha gjasave, sipas kalkulimeve që sugjeron formula zgjedhore, ndoshta 2/3 e atyre do të dalin jashtë, pra nuk do ta kenë me mandatin e deputetit në zgjedhjet në legjislaturën e ardhshme. E ndërtuar kështu, a mund të bësh një projekcion në mendje? Kjo listë çfarë të parathot edhe për strategjinë e Ramës, por edhe për pritshmërinë? Shikon, në rang kombëtar, mua më duket si një përpjekje për të distancuar Partinë Socialiste nga shumë figura problematike që ka patur dhe që kanë probleme të hapura me drejtësim, pra një operacion kozmetike për t'i dhënë publikut idenë që ne po rinovojmë, po pastrojmë partinë tonë, ata që kanë probleme me ligjin, me drejtësin, që kanë çështje të hapura do të mbeten jashtë, dhe sigurisht tu ka qenë selektiv sepse disa i ka mbrojtur, është si që folëm në Tiranë. I ka mbrojtur apo sepse pavarësisht gjithë shkaje, ne nga Skaj Enkro mësuam se kush i bënte listat e Partisë Socialiste, Durrësi ishte një masakër e vërtet listat e cilit i bënte krimi organizuar. Pra, a mos është Edi Rama midis dy po themin e zjarreve, nga njëra anë me dëshirën për këtë operacioni Mashi, por nga ana tjetër ai nuk i shpëton dot. Shiko, këtu ne kemi një problem, sepse krimit organizuar. Shumë nga ato
kandidat të vendosur në lista ishin të panjohur. Pra janë të panjohur për publikun e gjerë dhe nuk e dim se si kanë vajtur ata deri aty dhe kush i ka sponsorizuar ata. Deputeti që duam është si puna e atij sondazhit që pyetëm 65.000 prindër. Pra ato mund të jenë influenca të krimit. Ndoshta ne këto informacione do t'i marrim apo do t'i mësojmë më vonë siç ndodh gjithmonë. Por në pamjet parë duket një operacion kozmetike me ca emra të panjohur që merren aty, vendosen dhe largohen këta që kanë qenë njerëzit të cilët janë përfolur, kanë qenë të zhytur në afera, ish ministra apo deputet me pesh brenda Partisë Socialiste, këta janë nxjerr jashtë listës. Në fakt, zoti Berisha do të qonte lista e SPAK-ut Bledi, këtë të Edi Ramës, por unë do vazhdoj të qëndroj tek fakti, edhe sepse kisha Adriana Kalan para 2 ditësh dhe më tregoi se si në dosjen 184 shfaqeshin emrat por Shia Gronmale, e cili dhe që të mendosh që në zgjedhjet e 2025-s krimi organizuar është ndërgjegjësuar dhe ka hequr dorë nga kjo gjë, është i kanë të fshehur aty, i kanë të bërfutur. I kanë të fshehur dhe duke mos i njohur pikërisht listat e Durrësit, shikosh listat e Firit, listat e Shkodrës, po doni. I kanë aty. Edhe listat e Lezhës, edhe listat e Vlorës, edhe listat e Elbasanit janë të koordinuar aty, por kjo është sfidë e Partisë Demokratike, ti identifikoj dhe ti denoncoj. Unë do flas pak për perceptimin që unë kam për listën e Partisë Socialiste. Pra në thelb po shikojmë një listë të një organizate jo qeveritare se jo fitimprurse. Po ta shikoni holl. Që do thotë, për mendimin tim, mënyra se si zoti Rama ka ndërtuar listën, personalisht unë ndërtoj një autogol politik. Sepse betejë për një mandat të 4 siç e ka ai dhe fakti i konsumizmit të një mandat të 3 mandateve, mendoj që Partia Socialiste do t'i vlente shumë për të tentuar fitoren, që është në drejtë në vetë. Jemi në një garë elektorale, po e marrim si një zgjedhje ose një proces të qelibal, po them. Normal, ku garohet me lista dhe garohet me programe. Pa elemente të tjerë. Deri në këtë pikë mendoj që kjo është një autogol politik, sepse praktikisht perceptimi që unë kam për këtë listë është që është një listë jo politike. Pra është një listë për një organizatë. Sigurisht është një listë politike se jo, ajo listë është ndërtuar duke nxjerrë komplet partinë jashtë loje. Pra është vënë një aplikacion gjasme, ku këta kanë bërë aplikimin aty, kanë bërë video, kanë thënë sa unë duhet bëhem deputet se ka këto, dhe këto i ka zgjedhur Edi Rama. Pra partia nuk ka patur punë në këtë. Jam shumë dakord, pikërisht pra, por prapë zoti Rama në të gjitha rastet, edhe në 2013 pa diskutim, po edhe në 2017 dhe në 2021, kur ishte shumë herë më i fuqishëm politikisht dhe elektoralisht se sa që mund të jetë sot, gjithmonë ka tentuar dhe ka mbajtur njerëz që kanë pasur lidhje të drejtë për drejtë me atë që është baza e Partisë Socialiste. Për të joshur, pra i kishim Gramoz Ruçin aty deri në momentin e fundit, i cili bëri fushatën dhe pastaj dha dorëheqjen. Ishte Erion Braçha, i cili sot ka dalë me qira fjalë me foton se si e ka bërë ai fushatën elektorale, duke nisur me foton e famshëm 96-s, atëherë kur u dhunua në procesin e tij elektoral. Pra po të shikoni, kjo nuk është një listë politike. Dhe për mua, në një momentum kaq delikat në cilën ndodhet Partia Socialiste, duke marrë më rastin më të fundit arrestimit të kryebashkiakut të saj kryesor, zotit Velie, dhe sa dëme të tjera kolaterale që ka patur sidomos në këtë mandat të tretë, praktikisht në raport me elektoratin, Partia Socialiste do t'i duhej një fushat ose si më thënë një nerv sa më i fortë politik për tentuar të marrë maksimumin ose për të përsëritur vetë në mandatin e 4. Unë nuk e shoh këtë. Dhe deri tani për mua kjo është një autogol politik. Një e dyta e kam po thua autogol për një kalkulator të frikshëm, i cili patjetër që në lojën para elektorale, se nuk është lojë elektorale, por para elektorale është unë jam me atë të 10 minuta para se të bjerë. Po patjetër. E kupton? Është fort deri 10 minuta para se të bjerë. Deri para se të bjerë 10 minuta dhe zakonisht liderët e mëdhenj kur bëjnë gabime, liderët kur bëjnë gabime gabojnë rënd. Dhe për mua ky është një gabim i madh. Pse? Unë kam bërë një analizë sot dhe më rezulton që nëse unë do isha lider politik, unë do doja që generalet e mi ushtarak politik në atë rast, do duhet ishin të motivuar maksimalisht për të bërë një betejë maksimale. Dhe si e bëndi këtë?
Po sigurisht duke hequr së pari frustracionin janë apo s'janë ato në listë. Do të jenë apo s'do të jenë ata deputet. Dhe shumica e gjeneralëve të Partisë Socialiste sot janë zëvendësuar me Ilva Gjuzin. Pra, sot Ilva Gjuzi që thotë që Edi Rama është më mirë se ç'duhet dhe është 10 hapa para politikës, është e sigurt, ndërkohë Fatmir Xhafa, Ron Braçe, Pandeli Majko, e sa të tjerë edhe në përqaqje po doni, do duhet janë futur atë që thotë Klodi tek mishtorë elektorale. Dhe kjo në një kohë kur ti, sidomos në mandatën e fundit, këta pothuajse i ke shmangur fare, por në fakt je bazuar gjithmonë tek ta përthithur atë që është baza kryesore e votës, që është vota socialiste, pra ti ke shkëputur këtë, për mua kjo është një keq llogaritje dhe që vështirë që nuk do t'japi efekte. Dhe mesazhet që shoh, dhe reagimet që shoh, sidomos ajo e Ron Braçe, si ka nxjerr para 10 minutash foton e vet gjakosur, që më thonë që kemi derdhur gjak në këtë për këtë parti dhe ja si po na trajton. Edhe kjo tregon që situata brenda Partisë Socialiste nuk është aq roz sa duket. Madje më shumë se roz, po bëhet ashtu siç zoti Rama e ka ndryshuar gjyrën, ma vi. Por ky sigurisht sepse por ky është perceptimi im, ky është analiza ime. Ajo nuk e në Tiranë kanë përmbetur jashtë shumë figura të Partisë Socialiste, sepse lista e hapur do luhet për 3, 4, 5 vota maksimum. Ndërkohë që në listën e Tiranës, me cilën nuk janë mësuar socialistët. Patjetër, në listën e hapur të Partisë Socialiste ke zotin Xhafa, ke zotin Braçe, ke disa ministra. Pra